Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawawiut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim në jetën tonë të përditshme. Nga Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhuma, transmetohet se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: jam urdhëruar t'i luftoj njerëzit derisa të dëshmojnë se nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij, ta falin namazin dhe ta japin zakatin. Kur ta bëjnë këtë, do të fitojnë nga unë sigurinë për jetën dhe pasurinë e tyre, nëse janë në pajtim me legjislacionin islam, dhe dhugarinë e tyre do ta japin para Allahut të madhruar subhanahu wa ta'ala. Me të drejtë mund pyesim se cilat janë dobit dhe mësimet e përfituara nga ky hadith i pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Së pari themi se betejë mes muslimanëve dhe kundërshtarëve të islamit nuk është betejë politike, as ekonomike, as racore, por është betejë e imanit me kufrin, e besimit me mosbesimin. Thirrja islame, daveti, nuk është sistem policor që heton dhe hulumton dhe gjykon për sjelljet dhe veprimet e fshehta të individit. Profeti on Muhammed sallallahu alaihi wasallam është urdhëruar në Kur'anin e famlart, në surën Ghashiyah, ajeti 21-22, Allahu subhanahu wa ta'ala i drejtohet pejgamberit ton Muhammed duke i thënë: këshilloj njerëzit o Muhammed se ti je vetëm këshillues dhe nuk je ngarkuar ti detyrosh ata me forcë. Në këtë hadith, krahas dëshmisë së besimit, la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, theksohet edhe rëndësia e namazit dhe e zakatit si ajka të adhurimit dhe të ibadetit ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Lidhja mes këtyre dy ibadeteve nuk shpaloset vetëm në hadithin tonë, por edhe në shumë ajete kuranore, namazi dhe zakati vijnë të përmendura së bashku. Falni namazin, jepni zakatin. Falni namazin, jepni zakatin, me 10 ajete kuranore. Namazi është garanci për individin që jeton në shtetin islam, qoftë ky edhe namaz formal. Gjejmë plot raste në jetëshkrimin e pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ku ai ka ndaluar të ndëshkohen penalisht me dënim maksimal njerëz munafik, hipokrit, vetëm se kanë qenë namazli. Gjithashtu, do të gjejmë plot hadithe në të cilat na ndalohet të rebelohemi dhe të luftojmë ndaj udhëheqësve musliman gjynahçar dhe zullumçar për aq kohë sa ata falin namaz. Ne si besimtar musliman jemi të urdhëruar t'i trajtojmë njerëzit sipas punëve të tyre të jashtme. Kush e shfaq islamin, trajtohet si musliman, për qëllime të fshehta, jo të shprehura dhe jo të vepruara publikisht, jepet llogari vetëm para Allahut subhanahu wa ta'ala. Vetëm Allahu e di pastërtinë e zemrës dhe qëllimin e njeriut. Përmendim këtu rastin e Abdullah ibn Ubejit, kokës së munafikëve të Medinës, në kohën e pejgamberit ton Muhammed, të cilin pejgamberi alayhis salam e ka trajtuar si musliman, duke tentuar edhe t'i afal xhenazen, edhe ta varros ose ta qefinos me petkun e tij. Termi i luftimit i përmendur në hadithin ton, këtë termi i luftimit, jo pak herë keq interpretohet kur përmendet në kontekstin fetar. Tekstet kuranore dhe profetike duhet të komentohen në hijen dhe në frymën e Kur'anit dhe të Sunetit. Nuk lejohet që këto tekste të shkëputen nga konteksti
apo të aplikohen jashtë frymës islame. Le të lexojmë me vëmendje, le të meditojmë rreth disa ajeteve kuranore. Në surën El-Mumtahana, ajeti i 8, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: Allahu nuk ju ndalon të bëni mirë dhe të mbani drejtësi me ata që nuk ju luftuan për shkak të fesë. Në surën El-Baqara, ajeti 190, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: luftoni në rrugën e Allahut ndaj atyre që luftojnë kundër jush, por mos e kaloni kufirin, se Allahu nuk i do ata që e kalojnë kufirin. Në surën El-Baqara, ajeti 193, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: luftojini ata derisa të zhduket mosbesimi dhe derisa të mbretërojë besimi vetëm për Allahun. Por në qoftë se ata heqin dorë nga lufta kundër jush, atëherë s'ka armiqësi përveç kundër keqbërësve. Një fragment tjetër. Në surën At-Taubah, ajeti i 6, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: nëse ndonjë nga idhujtarët kërkon mbrojtje nga ti, o Muhammed, mbroje në mënyrë që të dëgjoj fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala, pastaj përcjelle në vendin e tij të sigurt. Nëpërmjet këtyre ajeteve kuranore përçohen mesazhe që synojnë të ekuilibrojnë marrëdhëniet mes besimtarëve dhe jo besimtarëve. Le të ndalemi tek një ajet tjetër. Në surën El-Furqan, ajeti 52, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: mos i dëgjo mohuesit, por luftoji ata nëpërmjet Kur'anit me një xhihad të madh. Luftoji ata nëpërmjet Kur'anit me një xhihad të madh. Këtu kemi të bëjmë me xhihadin e madh. Ç'është ky xhihad i madh? Xhihadi i fjalës, xhihadi i këshillës, xhihadi i dialogut, xhihadi i Kur'anit. Gjithashtu në surën El-Hujurat, ajeti i 9, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: nëse dy palë besimtarësh bëjnë luftë midis tyre, pajtojeni ata. Por nëse njëra palë sulmon palën tjetër, atëherë luftoni kundër palës sulmuese derisa të kthehet në urdhrat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra Kur'ani na lejon luftën edhe kundër vëllezërve musliman nëse ata janë agresor, rebelues dhe dëmtojnë muslimanët, dhe nëse dështojnë të gjitha përpjekjet e tjera për pajtim. Islami si shtet përballet me 3 grupe njerëzish. Grupi i parë me ata që shfaqin armiqësi ndaj Islamit dhe muslimanëve, dhe hadithi jon trajton pikërisht këtë kategori njerëzish. Grupi i dytë me ata njerëz që kanë kontratë, marrëveshje paqeje me muslimanët. Me këta njerëz respektohet marrëveshja dhe nuk priten besë nga muslimanët. Grupi i tretë me ata njerëz që janë në mbrojtjen dhe në sigurinë e muslimanëve. Kësaj kategorie shteti islam u obligon një lloj tatimi kundrejt sigurisë që i afron shteti islam. Për shtetin islam, kushdo që bëhet pengesë në rrugën e përhapjes së islamit, luftohet. Çdo barrierë ideologjike, materiale, politike, sociale, ekonomike, raciste që i kundërvihet thirrjes islame, eliminohet. Qëllimi i xhihadit në islam nuk është tua imponoj njerëzve besimin islam. Pse? Sepse nuk ka dhunë në fe. Parimi është nuk ka dhunë në fe. Dhuna e imponon vetëm gjuhën, por nuk imponon zemrën, ndërsa besimi i cili nuk bëron nga zemra nuk ka vlerë. E zgjolli islamin si fe, apo jo, është çështje e individit dhe e vullnetit të tij, me kusht që të mos pengohet dhe të mos luftohet thirrja islame.
Qëllimi i xihadit është të asgjësoj të gjithë faktorët që e kanë vënë në pranë nga lirinë e njeriut, të krijojë kushte për t'u drejtuar mendjes dhe zemrës pa pengesa, të nxjerrë njerëzit nga mizuria e krijesave dhe epsheve në adhurimin e krijuesit të gjithësisë, t'ia kthejë pushtetin ligjit hyjnor dhe ta lartësojë atë. Islami është program hyjnor për jetën njerëzore, është i vetmi ligj hyjnor të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë program jete. Akuzat mediatike mbi domethënien e xihadit nuk duhet të na hutojnë, as të na mashtrojnë. Xihadi nuk është luftë e shenjtë. Xihadi nuk është kryqëzat. Xihadi nuk është inkuzicion. Deformimi i kuptimit të vërtet të xihadit është një burim i madh keq kuptimi. Tendenca mediatike është që ta shfaq islamin të dhunshëm, që në mendjet dhe kujtimet e njerëzve të ngelen modelet e këqija. Xihadi nuk ka lidhje me luftrat që zhvillojnë shtetet sot, sa fuqi nafte apo tregje fitojnë. Xihadi ka krejtësisht një dimension tjetër, sa njerëz udhëzojmë, sa njerëz shpëtojmë. Xihadi duhet të kuptohet me vetë frymen e islamit dhe me natyrën e islamit, me rolin e tij dhe me qëllimet e tij. Gjithashtu, butkuptimi mbi natyrën e fesë, duke e prezantuar fenë si një çështje individuale, si një doktrinë e brendshme dhe të kufizuar në faltore, larg përditshmërisë dhe jetës praktike, nuk është e pranueshme për Islamin. Islami është aktiv në të gjitha sferat e jetës. Islami është fe e plotësuar në një mënyrë shumë të ekuilibruar që nuk lë asnjë bushllëk në jetën njerëzore. Mediat, përgjithsisht, përpiqen ta prezantojnë muslimanin si mizor, ndërsa islamin si një sistem rebelues kundër rendit të tyre botëror. Një rend që i ka robëruar njerëzit nëpërmjet teknologjisë, materializmit, rutinës dhe veseve. Një rend që ka vrarë shumë nga emocionet dhe vlerat shpirtërore dhe njerëzore të cilat do i jepin kuptim jetës. Një rend që e ka shkatëruar anën shpirtërore të popujve dhe që i sheh si terrorist kryengritësit për të mbrojtur vendin e tyre dhe kulturën e tyre. Një rend që i mëson njerëzit të jenë egoist, të vetmuar dhe të mendojnë gjithmonë vetëm për interesat e tyre personale. Një rend në të cilin njerëzit dhe masat nuk kanë shumë ndryshim nga makineritë. Një rend që e sheh lirinë duke hequr qafet kufit moral dhe racional. Prandaj, le të jemi të kujdesshëm që të mos i keq lexojmë dhe të mos i keq interpretojmë tekstet fetare. Sepse nëse i keq lexojmë apo i keq interpretojmë, automatikisht edhe do t'i keq praktikojmë, dhe nëse nuk i praktikojmë në mënyrë korrekte, do e damtojmë imazhin e muslimanit dhe realitetin e fesë. Duke shpresuar që të takohemi javën që vjen me hadithin e 9, po e lë në amanetin e Allahut subhanahu wa ta'ala fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj, dhe përfundimin e veprave tuaja, ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.